Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok për të ndalur tashmë tek zhvillimet më të fundit. Do ndalemi fillimisht tek ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Zvecla, i cili ka reaguar pas gjetjes së 10 donatorëve ndezës me fitila në Leposavic, duke cilësuar këtë si një dëshmi të vazhdimit të planeve terroriste të Serbisë ndaj Kosovës. Do ndalemi sigurisht në pjesën e parë dhe te presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski, i cili së fundmi ka lënë të kuptohet se Bashkimi Evropian po punon tashmë për një tjetër paketë sanksionesh ndaj Rusisë më pak se një muaj pasi ra dakord për një grup të ri masar që synojnë të godasin Kremlinin për pushtimin e plotë të fshinjit të saj. Në pjesën e dytë do ndalemi tek Shqipëria, e cila hapi negociatat me Bashkimin Evropian për grup kapitullin e fundit, bujqësia dhe kohezioni. Delegacioni shqiptar kryesohej nga vetë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, dhe ndërkaq do ndalemi në fund te ish kryeministri Sali Berisha, i cili ka marrë në dorë edhe fletëthirrjen e tretë nga SPAK për krimin shtetëror të 21 janarit. Për të ndalur në pjesën e parë, ndjekim insertin dhe rikthehemi. Ministri i detyrë i punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Zvecla, ka reaguar pas gjetjes së 10 detonatorëve ndezës me fitila në Leposavic, duke cilësuar këtë si dëshmi të vazhdimit të planeve terroriste të Serbisë ndaj Kosovës. Ai tha se përmes bandave kriminale dhe terroriste, Serbia po vazhdon të ndërmarrë veprime që synojnë të destabilizojnë Kosovën. Zvecla gjithashtu theksoi se institucionet e sigurisë nuk do të ndalen në përballje me grupet kriminale që sipas tij veprojnë në shërbim të Serbisë. Policia e Kosovës, institucionet e sigurisë e mbi të gjitha Republika e Kosovës është e vendosur në luftë përballë bandave të tilla kriminale, të cilave do të përgjigjet ashtu siç e meritojnë. Kushtetutshmëria, ligjshmëria, rendi dhe drejtësia do të ngadhnjejnë mbi çdo celulë terroriste, mafioze dhe kriminale, ka shtuar ministrin detyrë i punëve të brendshme Xhelal Zvecla. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe tashmë për të diskutuar me këto zhvillime të tjera, kam të ftuar zotin Ardian Elezi. Zoti Elezi, ju përshëndes. Përshëndetje nderuar, kënaqësi për ftesën. Kënaqësia është e imja. Zoti Elezi, tani si me insertin që dëgjuam së bashku, si e lexoni ju gjetjen e 10 donatorëve në Leposavic dhe nga ana tjetër, a tregon kjo për një fazë të re të organizimit paramilitar serb në veri të Kosovës? Nderuar, mund të thuhet edhe kështu, në kuptimin është një vatër konflikti permanent, ndodhet në një fazë të ngrirë për shkak të situatës që ndodhet në veriun e Kosovës, ku pas asaj të banjë, skenarit të banjës, i cili dështoi falë dhe vendosmërisë së reagimit të forcave të sigurisë të Kosovës, bashkëpunim me ato ndërkombëtare, gjithmonë veriu i Kosovës ka qenë potenciale e shpërthimit konfliktit, dhe edhe ky rast mund të shihet në vazhdim të kësaj strategjie që ndjek Beogradi, ku përmes donatorëve apo fitilave të donatorëve që janë dihet çfarë lloj arme janë dhe për çfarë ato përdoren, kuptohet për shpërthime, për të bërë panik, për të dëmtuar dhe për të dhënë edhe sinjale agresioni. Është një situatë e cila ka marrë edhe reagimin e shpejtë dhe drejt për drejt edhe të forcat sigurisë përmes ministrit të brendshëm, i cili ka dëshmuar vullnetin dhe vendosmërinë e qeverisë Kurti për të thënë që ndaj çdo përpjekje për agresion do të marrë reagimin e duhur dhe tregon në mënyrë dhe qëndrueshmërinë dhe vendosmërinë e qeverisë Kurti për të përballë me to. Është një mesazh që përcillet nga Beogradi, mund të jetë i tillë në kuptimin e koordinuar apo jo kohë do të tregoj, por që mund të jetë edhe një diçka e izoluar nisur nga fakti që ajo zonë është jashtë kontrollit të qeverisë së Kurti, edhe apo është një zonë potenciale ku grupet kriminale të koordinuar apo jo, këtë kohë do ta tregoj, mund të përdoren edhe për qëllime kontrabande apo për qëllime trafikimi apo për qëllime kriminale. Po nisur nga fakti që ato janë në mënyrë të ekspozuar në një vend si një lumë aty janë gjetur, tregon në farë mënyrë edhe sinjalet që përcjell po edhe strukturat që i mbështesin ato, qofshin private apo dhe shtetërore, të cilët tregojnë që ne jemi këtu, mund të reagojmë, kemi kapacitete. Është një mesazh i cili mund të lexohet në një gjithfar
gjitha mënyrës, është edhe një paralajmërim për të thënë që ne edhe kemi aftësi edhe goditje dhe pavarësisht që pësuam një humbje në Banjsk, mund të reaktivizohemi, E qartë, zoti Rezi, nga ana tjetër, në rastin kur ministri Zveçla thotë se planet terroriste të Serbisë dhe Kosovës janë tashmë duke vazhduar pavarësisht veprimeve që janë ndërmarrë nga policia e Kosovës, por jo vetëm, sa është e mundur që këto veprime të lidhen me një skenar të koordinuar shtetëror nga Beogradi? E ndëruar me shumë gjasa janë të tilla, pavarësisht faktit që shërbimet e sigurisë ofrohen edhe në mënyrë private po dhe shtetërore, por kjo është në kuadër një strategjie kamufluar që ndjekin gjithë shtetet, përfshirë këto edhe rasti i Serbisë, ku shërbimet e sigurisë apo këto i afrojnë edhe përmes privatit. Po mendoj që duke pas parasysh eksperiencën e Banjskit, e cila u konfirmua që pas saj janë edhe struktura shtetërore, të cilet qoftë me furnizim, me infrastrukturë, me logjistikë, me kapacitete, me strukturën po dhe mbështetjen që u dha pas, edhe Serbia u ndjej e tërpëruar, po pavarësisht saj, ajo nuk ka hezituar dhe nuk ka shtërhequr nga skenari i saj destabilizues apo për ta mbajtur të karikuar situatën ku në mënyrë të vazhdueshme e përsërit atë. Dhe mendoj që edhe kjo, edhe pas këtij skenari, pas këtyre donatorëve, është Serbia pas saj dhe strukturat të cilat veprojnë në mënyrë aktive apo në mënyrë të kontrolluar, të cilët përmes këtyre aksioneve synojnë të japin mesazhe kërcënuese, mesazhe friksuese, mesazhe politike, ushtarake e tjerë, cilët për treguar që ka aftësi reaguese dhe nuk tërhiqet nga kjo strategji në kuptimin për ta marrë veriun e Kosovës në gjendje të trazuar për në gjendje konflikti permanent, pavarësisht formave si shfaqet i fjetur apo për në çdo kohë i rizgjohet përmes reaktivizimit të këtyre skenarëve. E qartë, zoti Rezi, nga ana tjetër, nëse Serbia po përgatit vërtet veprime destabilizuese në veri të Kosovës, pse sipas jush perëndimi ende heziton ta emërtojë hapur Serbinë nga një ranë si sponsorizuese të terrorizmit në Kosovë, sepse ky nuk është rasti i vetëm që ka ndodhur. Absolutisht, ndërruar, kjo ka ndodhur edhe me Banjskën, që ishte rasti më evident ku Serbia në vend se të targetohet nga gjithë faktorët ndërkombëtar për sa i përket përgjegjësisë që do të ndërmerte për atë ndodhi që bëri, ishte dyzuar, majti një qëndrim deledash, do themi. Edhe në njëjtën situatë e ka edhe Bashkimi Evropian, po dhe SBA-ja e shef Serbinë si një nukull midis perëndimit dhe lindit për shkak të pozicionit të saj gjeostrategjik apo lidhjeve që ka qoftë me Rusinën, qoftë edhe me Kinën, influencat respektive të tyre aty, sikundër edhe shef edhe një kanal i rëndësishëm gjeostrategjik të furnizimeve me gjithë kanalet e furnizimit energjetik apo për shkak të investimet të mëdha kapitale që ka perëndimi aty dhe përmes kësaj të kërkon ta josh dhe ta marrë sa më afër dhe ta largojë nga ndikimi rus apo dhe kines. Sikundër nga ana tjetër është që kjo është një mundësi dhe një port komunikimi dhe përcjelljesh mesazhesh midis lindjes dhe perëndimi ku Serbia po në kuptimin e saj edhe për shkak të trashëgimisë së ish Jugosllavisë dikushme e ka luajtur këtë rol dhe vazhdon ta luajë, një rol diplomatik për të përcjellë dhe mesazhe midis perëndimit dhe lindjet, sidomos Rusisë dhe SBA-s dhe Bashkimit Evropian nga ana tjetër. Do të thotë që është një mundësi